Të dashur shqiptar, emri i malit Skardon përkon me ishullin Ilir Skardona. Dhe emri i ishullit Ilir Skardona vjen nga latinishtja Scardium. Është latinishtja vulgare, nga e cila ka lindur dhe shqipja sotme neolatine. Scardium është burimi të gjitha gjuhëve të tjera, frëngjishtes, italishtes. Është një fjalë në gjuhën latine që mbjeton në bjetën latinishtes. Es guardar, në spanjisht, portugalisht, frëngjisht. Fjalë për fjalë do të thotë studioj, observoj. Pra, Scardium vjen nga es guardarium. Do më thonë, ex do të thotë jashtë, guardar, në gjuhët bjet latinishtes, ka marrë kuptimin shikoj, observoj, ruaj. Scardium do të thotë pikë vërtimi, gjithashtu do të thotë dhe gjykim, në një çështje gjuhësore, dhe kjo gjendet si term në fundin e perandorisë romake, si term, Scardium. Në latinishtën vulgare, e cila kishte filluar të shpërndahej në të gjitha skajet e perandorisë romake. Nuk ekziston në latinishtën e lashtë. Gjëja më e rëndësishme është kjo, që kjo bëhet emri i Skardus në helenishtën e vendosur në Iliri, Skordus, gjithashtu, që grekët e ngatrojnë me skorodhon që do thot hudhër, por vjen nga latinishtja Scardium dhe këtë thot Tit Livi. E kam gjetur dhe fragmentin. Tit Livi pra shpjegon që nga fjala observoj ka ardhur emri i malit të Sharit, Skardon. Kjo është kthyer në greqisht nga autorët grek. Pra vendasit nuk e kanë ditur fare indigjenët se si ka luftuar latinishtja vulgare me greqishtën. Mbas rënies së perandorisë romake, mbeti emri grek Skardon, Oros, mali Skardon. Kjo është çmenduri. Grekët janë përpjekur të helenizojnë çdo fjalë që ekzistonte në Iliri. Gjuha shqipe është një gjuhë neolatine nga pikpamja gramatike. Emrat mashkullor në shqip, edhe ata që mbarojnë me i dhe ata që mbarojnë me u, vinë nga emrat në rasën kallëzore në latinishtën vulgare, një lloj si gjuha e Sicilisë, gjuha e Sardenjës, gjuha arumune dhe gjuha shqipe. Janë 4 gjuhë që i përkatin këtij grupi. Pra, nga Scardium ka ardhur Skardona, emër i Dalmacisë, koloni romake, prandaj ka ardhur emri Skardos, është edhe emri i një përbindshi në gjuhën greke, edhe emri i një bime, edhe emri i malit Skardon. Oros Skardon, pra është një emër i vonë. Ky emër është krijuar mbas krijimit të latinishtës vulgare. Pra, midis shekullit të parë dhe shekullit të katërt të erëson. Por luftrat ilire romake i përkasin shekullit të dytë para erëson. Pra, nëpërmjet etimologjisë, autorët grek janë përpjekur të përvetsojnë të gjithë emrat e fisëve ilire, t'i bëjnë greke. Kjo quhet luftë etimologjike. Kjo do i kishte shpëtuar të gjithëve, në qoftë se inteligjenca kompjuterike nuk do i kishte arrestuar të gjitha këto fjalë dhe do të tregoj unë se si vjen kjo nga latinishtja vulgare. Të dashur shqiptar, kjo është regjistruar në frëngjishtën e vjetër bie latinishtes es guardar. Pra, nuk mund ta shqiptojmë nëse se dim se si shqiptohej, por po e lexoj ashtu siç shkruhet, dhe kjo folje do të ishte në latinishtën vulgare ex vardare. Fjalë për fjalë, jashtë shikoj, jashtë vrojtoj, ishte pikë vrojtimi për trupat legionare romake. Ta shikojmë tash në origjinal. Ky është në origjinal, në gjuhën e Tit Livit, libri 43, fragmenti 20, ku ai tregon për malet Skordi, Skordiski, është dhe fisi Skordiski, që quhet fis kelt i lirë. Dhe është i njëjti emër me emrin Skardus edhe Skordi. Vjen nga latinishtja ex guardium, do të thot pikë vrojtimi, edhe gjykim. Pra nuk është fjalë greke,
ka hyrë kjo në greqisht në fjalorin e Bizantit, të cilët përpiqen çdo gjë ta kthejnë në fjalë greke. Dhe emri i malit të Sharit sot është pra me kuptimin gjykim në latinisht ose vrojtim. Është përmendur nga Tit Livi. Kjo është çmenduri. Ja përsëris. Tit Livi, libri 43, fragmenti 20. Këtu jemi në fjalorin e latinishtes, scardium vjen nga ex gardium ose es gardium, që do thot gjykim ose pik vrojtimi. Gjykim në çështje gjyqësore dhe pik vrojtimi në fushatat ushtarake, pik e lartë vrojtimi. Pra, kanë ardhur disa terma në latinisht. Scardia, scardium, scardo është një lloj bime në vendet e larta, Scardona, qytet në Dalmaci, në një ishull të mrekullueshëm, Scardotium dhe Scardus është mali i Sharit. Pra vjen nga latinishtja. Grekët e marrin këtë dhe bëjnë Scardon në Asjanës. E tmerrshme. Pra nuk është fjalë greke, do thot pik vrojtimi, pik gjykimi. Vazhdoj me fjalorin e latinishtes, esgardium, escardium, ka dhënë disa variante në disa bijat e latinishtes, pra është e latinishtes së vonë, shekulli 4 i erës sonë, dhe si ka mundësi pra që vepra Tit Livit që është shumë e hershme të ketë këtë fjalë. Pra datat janë gjithmonë në pikpyetje, por rëndësi ka që fjala është origjinale latine ex gardium. Fjalë për fjalë, vështroj jashtë. Gjykoj ka kuptimin edhe vrojtim. Fjalë për fjalë. Përdoret gjykim, vrojtim, vëzhgim në çështje gjyqësore, vëzhgim pik vrojtimi e lartë në mal për legionet romake. Pra, shqipja është bie latinishtes dhe ilirët e përdorin këtë fjalë nga gjuha latine dhe jo greke. Varianti grek është vendosur në periudhën e Bizantit. Emri Scardona gjendet në veprën e Claudius Ptolemeus, i cili ishte dashuruar me gjuhën greke dhe mendonte që vinte nga greqishtja, e kishte gabim. Është emër i ishullit në Kroaci të ilirëve atje, dhe është emër i malit Scardon, mali i Sharrit sot. Pra ne jemi autokton, fjalët në shqip, pjesa më e madhe tyre ka ardhur nga latinishtja, dhe emri i malit Scardon dhe emri i fisit Skordisti nuk ka kuptimin njerëz të lyer me hudhra, siç mendonin grekët, nga Skorodon, por vika nga emri pik vrojtimi e lartë. Tani, fisi i lirë Skordiski është gjetur në Pelasgiotis. Unë kam gjetur varrin e një vajze me emrin Petale dhe me mbiemrin Skordiski. Do ta gjeni këtë pllak, këtë film. Pra dal nga dal po plotësot një mozaik i madh. Kemi fjalë të ilirishtes që kanë ardhur drejt për drejt nga latinishtja dhe janë greqizuar më vonë. Por nuk ka në greqisht Skardos, nuk ekziston. Është emri një përbindëshi, por vjen nga latinishtja lule në një vend të lartë, Skardia, Skardus përbindësh, dhe ka kuptimin pik vrojtimi e lartë, mali i lartë, nga ku vrojton armikun, edhe gjykim në një çështje gjyqësore. Është një zbulim kaq epokal që pa ndihmën e inteligjencës kompjuterike nuk do ishte gjetur kurrë. Tani ky është zbulimi më spektakolar, tregon se si grekët nga shekulli 6 deri në kohët e sotme përpiqen ta kthejnë çdo gjë në gjuhën greke, por fatmirësisht nuk ka në gjuhën greke Skardus, as Skardos. Oros Skardon pra vjen nga latinishtja vend pik vrojtimi, nga exgardium. Çmenduri. Për te imagjinatës njerëzore. Përdoret sot edhe në italisht. Guarda, shiko, ruaju. Italianët përdorin emrin e malit Scardon dhe i qytetit Scardona, ishullit në Kroaci, në gjuhën e përditshme. Bie latinishtes. Edhe ilirët e përdorin këtë fjalë për emrin e qytetit, pik vrojtimi. Pra këto fjalë kanë hyrë në gjuhën ilire përpara se sa ilirët të pushtoheshin nga grekët. Atëherë kur pushtuan ilirët nga grekët?
Ambas ndoshta është e gjitha një gënjeshtër e madhe vendosur në periudhën e Bizantit. Ju lutem shikoni emrin për qytetin Volos, që vjen nga slavishtja Golos, do thot kodër e zhveshur. Dhe grekët krijojnë emrin i lirë Volouri, ju betohem, në shekullin e 14. Shikoni këtë film. Pra në data më të vonshme, grekët helenizojnë emrat i lirë nga latinishtja. Në këtë rast, Golos do thot i zhveshur nga slavishtja. Kjo është e paparë në historinë e botës. Nuk e mendoja kur që grekët do përpiqeshin të helenizonin çdo fjalë slave latine. Përfundimisht, Skardon vjen nga Skardium, vjen nga ex guardium, do të thot pikë vërtimi nga jashtë. Gjykim në çështje gjyqësore. E meritoj apo jo diplomën, të dashur shqiptar? Ju lutem i dërgoni një peticion Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.